Ladies and gentlemen, legendary Gagica se po ka qef, mos mi thonë legendary se bëdhët s'kom bukur që po unë e bashkë po thëm që ka bo shumë ma shumë. Direkt prej Amerikës në ora 8 mëngjes atje këtu në ora 2 masdite po folim pak ma shumë. Welcome Gagica. Knatësi me të posë me. Knatësi. Urban. A përshet lidhë ma shumë ty me Urban, a? Unë Urbanin lidhë shumë, gjithçka ka nisë në Urban për mu, kështu që Urbanin e kam zemër. Na kena lunsët me full ma shoqënisht, mi ju kallëzu njerëzve pak ma shumë senet që i ke bua dhe për gjonat që të ka ndodhë njëtën e fund lately kohën të fundit njëtën tonde, edhe me mujt pak me kuptu se qa të bu Gagica momentalisht. Pianisim shtu edhe pi fillimeve, mas edhe u përmen Urbani për krejt ata që nuk e din të jekun krijuesi që sojna që jena të e po për mas. Shtabi përgjithshëm i Urbanit. Shtabi përgjithshëm i Urbanit kryesori. Apo na ka dhënë pak qysh lindi, masi të e di që Urbani është një ndër senet e para që i ke bu, për njëjtën kohë ke pas një connection edhe alo e ki një connection shumë të madh me muzikën hip-hop edhe kulturën e hip-hopit përgjithësi, që ka pas për viteve të 90-ta deri tash në 2026. Urbani, unë kur jam kthy në Kosovë bashkë me Leartin, jemi kthy atëherë në fund vitit 2000, e Urbani veçaja pak nis ides për mu bo një radio që shtu edhe dusi me arin e me ta na kanë thirrë, mas erdhëm na pe Amerikës, hajde dhe ju në animoni adin të bojmë këtë radio pak ma urbane. Kështu që kemi fut me një herë, si jemi kthy me një herë i Urbani, kemi nis me ideja, me sene, me qysh me marrë një hapsin Radio Kosovë, qysh me janis programit, na ka ne program 2 orë. Tani për aty në 2 orëve, 1 orë e vojsha unë një farë hip-hop cullak, se di është hala kjo emision në Urban, po... Jo, në herë nuk është në Urban, po u kone dhe di e mojna me në shumin. Po, kështu që Urban, ajo hip-hop cullak e ka njësë atëherë dhe ja kom njësë me shru hip-hop muzik pak ma underground New Yorkit, edhe kemi full me artin përse i dishëm ke jetu këtu, i kemi ditë pak a shumë çka po ndodh mes reperave, ku janë, çush janë, ku jetojnë, çka bojnë, kështu që ato informata të freskëta i kemi nxjerrë në para 26 vjetëve në Prishtinë. Kur kon aksesi nashta dhe më i vështirë. Aksesi më i vështirë atëherë këtu po na i dishëm se atë këtu kur jetojsh i merr versanet pak edhe shkosh në shkollë këtu e shumë repera i pasur në shkollë, kështu që na tregojshin çka po ndodh, kështu që kemi pasur informata pak ma underground. E qysh lidhni për shembull me app që të form logos, se të mire lidhet qysh nashta dhe i ka edhe connecting the dots, kështu kur të menon që keni dashur bu diçka në Radio Kosovë, masanina keni bu krejt diçka të re, a lidhet ashta direkt me që spermën e logos që e shohim krejt. Qëre, Urbani në fillim kur ja ka nis që ashtu pak një farë lezeti. A në ball për ball me lezeti, nuk ka një farë si slogani në fillim s'dja ju kujtojt juve, ndo shpica dhe sene, kështu që aty ja ka një gjithë shka, aty një mohabetet me dusin e me arin, me krejt të atjerë, adin të shumë qka me Dardanën, adin qka mujna me bo qka interesant, atëhere pa ta bo unë si spermatozoid, të menu që adin ka me lind një kultur ma e madhe, i cila është sëtë, si dhe ne bëni ju. Kështu që po menoj që ideja, edhe pse ja ka nis pak ma ndryshën fillim, tashti krejt make sense, që thojnë. Po dhe se lidhet shumë mirë me krejt storin që e kallëzohen fillim, po edhe të e di që ka shumë gjenerata të Prishtinës edhe të Kosovës, e diskutojshin pak ma herët që Urbani i ka prit edhe i ka përcjell. Nuk ka njëri në Prishtinë që jeton edhe ka jetu edhe që su ko një herët paktën pjesë e Urbanit. Çka të ka lidhë nashta, qa u ko njërë breakthrough për me dashtë edhe mu marrë me flyera, me postera, me dizajne, ka shumë sene që ke bu, që na i shojmë nashta çdo ditë edhe njerëz njoftohen hala çdo ditë me dizajnet e tua, po nuk e din se nashta kush i ka bu edhe çysh i ka bu edhe pse i ka bu. Unë kom studiu për graphic design, kështu, adin edhe që atër kur erdha atje, radio ishte se unë kom dëgju radio shumë të kom bu muziki, po kom repollat për para zdi sa adin një ndër reperat e parë shqiptar në 92-ën kena incizu Kong në studio, adin unheard of në Kosovë me incizu rap Kong në 92-ën, kështu që në studio kështu po boli një pak ma profesionale incizimi jo kështu në shpe.
dizajnin e kam adin kështu që me thonë ajer, adin veç të regoj që një ndër posterat e parë që i kom bu, është posteri i Urbanit, edhe ka qenë një farë, jenë 3 jashtëtoksor, 3 aliena shtyra atyne, gjelbërta, edhe shkuj ke poshtë veç ata po vinë. Atë kjo është sikur poster me tregu që dhe mek një diçka tjetër, diçka e re po vjen në Kosovë Prishtinë. Edhe unë të ngjit ato postera më kujtohet si sot aty të 3 shëshira po vjen një grup e lexon një më shumë edhe peshe ata po vinë, edhe po më qyrë mu të ngjit posterin tha, kush po vinë bre, shkije tha. Jo, zoja ta po shkojnë. Po dhe dhanë jomër, shmarta shmovica, pej noltis, pej jashtëtoksore, po shmarë. Po vinë jashtëtoksore. Gjithë e marrë merë atë moment, atë i kështu të bekëshyri, ta shka po ta me dhona. Sot pjesët këtë e menaj atë sen. Ama kur të menaj? Shumë interesant. Po për flajera mas ne këshire, ja nisin i varryme në Prishtinë, një me e pa me, unë për ta bëj kom jetu një York, edhe vesh me lartën, e kapi një farë lezeti Prishtinën, me njerë që atër mas luftës, krejt e kishim punë të mirë, punojshin, më bëjshin pare, do me thonë nuk kish problemet që janë sët, edhe pse ishim dalën për luftës 6 muj, 7 muj, atër ishin njerëz ma të gëzumë se që ishë sët në Prishtinë, edhe pse s'kishin pashkur gjëhesh. Më kujtohet u boni farë neje, se di kështë e bonin men studentve, me njerë mas luftës me do DJ-a të kuj, po nuk ishëm nga pjesë të ty në asë Urbani, asë unë asë kukush, po e di që i morëm ata DJ-a për ati organizatorit, se ata DJ-a të zëshën asë me najtë në to, erdhën me najtë me neve, e anisëm dhe mi marrë dhe informata për i tyri, mas ne i bonëm edhe na do neja, edhe ja nisi një farë skene e papame e elektronikës, përveç i popit unë edhe elektronikën e këndarë gjithmonë, kështu që Urbani u bazu edhe në elektronik, edhe në hip-hop, kështu që bash ecke për para si kur gjë tjetër në Kosovë, do me thonë ka qenë garant unë për institucion se edhe është, edhe ja nisi me modernizu Prishtinë në Kosovë, njerëz tonë nuk e din, atë do me thonë atëherë hala kish radio që shëshin, unë s'kom kush do kundër as tallavas, as muzikave tjera, po me pa Prishtinën me njerë mas lustës tu cep në elektronik, e tani mas nej edhe në hip-hop, do me thonë, adin është një checkbox në karierën teme që muj me kliku dhe me thonë po i kom një mu që do edhe shtetit temë. Flajerat kom bo shumë, po folëm me qindra flajera, do me thonë prej fillimit, me thonë, edhe spray mas nej, edhe Il Vibe, Radio Club nëse të kujtonë, adin për krejt klubat e Prishtinës kom bo flajera edhe ajo është puna ma e mirë që kom bo në herë se që aty edhe e kom shliru vetën, jo me punu për klienta, si këtu nuk më tregoj këtë kush qysh me bo, tek me bo, i bojsha vetë shka dojsha me bo, edhe adin më ka shliru edhe në dizajn, edhe më ka një mu, adin një farë eksperiencë ma ka donë që të kisha qëndru në Amerikë, nuk kisha mujt me marrë dhe të kisha punu për një design agency ma të mirë në botë. Se Prishtina u konë pak ma rough që thojnë edhe adin u bëjshin edhe dizajnet në qasi stili, kështu që jam shumë krenar për qatë punë që e kom bo në fillim, nashti na herë bojmë një ekspozitika dhe i shohëm gjitha, po që është... A ju ish do është? E Prishtinës, nuk ka gjithë historia jeme. Ish do është me pas diçka tillë edhe me mujt njerëz me po edhe me e ditë çka qysh është bu. Për shembull, ka shumë pak njerëz që e dinë që e ke bu edhe coverin e Xhelit për shembull, që është një ndër albumat më të mëdha të hip-hopit shqip na herë hala përmend to this day edhe ka çast ndikim të madh. Për shembull, kur e ke kriju krejt mënyrë artistike tonë. Nëse okun e vështirë me dalë mas arena me bua dhe gjona tjera serioze ndër vite që jënë kun pak ma jashtë qësoj frymës hip-hopit edhe pse hip-hopit gjithmonë është lidh me kun revolucionar, me kun kundër sistemit, me kun pak e kundër ta eseneve që i shet direkt, po për ty a ta ka nimu një farë mënyra, a të ka pengua, a ke pas vështirë për me dalë të gjonat ma serioze që i ke bu ndër vite? Mas paris për i gjejtë e nara tuk e kom bu veç coverin, për i kom shkrujta disa tekst. Po, është mirë që po tërë me kalëzu. Po, do me thonë me nara të mbon shumë i lidhën, edhe halo jom edhe sot me bimin e me bimin mas shumë të, edhe
i kum shkruajtur disa tekste aty se ç'është ty tregova më herët edhe vetë kom qenë reper përpara, kështu që kur kom marrë atëherë shkruajsha edhe në Amerikë kështu kur era tani në Kosovë, këç ato tekste që i kum pas atë nuk mu dok vetja i vjetër edhe pse i kisha 23 vjet. Një anis me repovat, apo kupton, do të thonë çfarë budallakine. Atë thosha atë sa të rit nashti janë më energjik e gjithçka kurse sot i shoh reperat i kanë boka 45 vjet të zdin në ekranit apo kështu që për mua atë 23 vjet më do ke vetja i vjetër, kështu që këto tekstet ja kam dhënë Bimit edhe Ergenit, e Zhitës, e Bllontit edhe aty kena qysh si kanë marrë krejt, po i kanë marrë disa pjesë edhe këto rap senses of man e kum shkruar krejt edhe vet. Punë që i kum bërë në urbane, punë për clubbing edhe punë për që i kum bërë për muzikë, çka do u ka një farë breath of fresh air që thonë këto atin për me ikë prej, se atër punojshëm shumë organizatat huja se u deshke edhe me dhonë rrogan, atin e kum, s'falim kur gjahë, në kotë urbanit unë e pata hape edhe i nitin me alushin, edhe zyret e para i kena pas në urban në altë në Bregdjelit që e kam pas një shtëpi në fillim. E kemi pas edhe zyrën aty mrena, kështu që për çfarë jam kanë shumë ide në urban, kur zhvesha diçka për urban, po nesha për net kënej, kemi pas prej United Nations e po foli prej ka pas shumë organizata të huja në fillim, e nuk ka pas shumë dizajnera në fillim, kështu që kemi pas punë shumë, e kur bëjsha punë tjera për qefe, për repera, për tek skenën, gjysh më do ke vetja që veç po pastrona, adin prej disa projekteve që nuk isha shumë i flaks me i punu, po adin u deshke me jetu, kështu që i punoj shumë edhe ato. Kohët e fundit e kena po e ke fitu edhe një çmim. Ke fitu diçka, se te apshe shumë humble, por nësë më na kallëzën që ke fitu, po thu si më në qaq legendary, që po më duket që është... Jo, është era dytë që e ke fitu këtë çmim, po më duket, apo? Po. A na tregon pak? Po, është Art Directors Club, është nashti institucioni gati ndër më të mëdha për njerëz që ka bëjune, apo kupton. E i ka se cili shtet e ka të vetën atë. E unë këtu ku jetoj në shtetin Këneri kështu ku jam, këta zakonisht në thirrën qëre, resko nuk i ma mërmene që isha pas shumë ma shumë shpërblime një jetë, nëse unë i kisha një shpërblime, apo kupton. Po nuk jam as i njeri, nuk kom shku se shpërblimi nuk të bën dizajner ma të mirë, shpërblimi mund me të apru një a dy klienta ma shumë se adin mujt me ranë që atë farforën ky po pas ka shpërblimi nashti është i mirë, atë mërë veshë, e di edhe atë filozofin që shë menoj njës kur të marrin, kur shkojnë mas shpërblime. Po unë për veti me pas dash shpërblime, për shembull veç këto insignien që e kum bot të ushtrisë të Kosovës, atin kisha fitu shumë shpërblime në përbot, se njerë që i kanë bo që ato sene ma nuk jetojnë se ato i kanë bo para 100 vjetëve, atin. Kosova si shteti ma i ri në Evropë mu merë shansa me i bo simbolet e ushtrisë, kështu që me qatë projekt e di që në çdo garë kisha mujtë në fitu. Po as nuk e kum bo për shpërblim, as nuk e kum qu për as një shpërblim. Po këtu që kë shpërblimi i Art Directors Club, masi vete kom qatë pozitë këtu, ku punoj, kom qenë ma shumë si detyru ma din se më thërë ka e prezidentë ka adin dush me pru diçka, je dizajner aksev në shtetin tonë, nësane edhe adin i kom qu disa postera që e kom një ide që mujna dhe me folë masane një farë poster shop që përdu me bo tash mas kejt vjetër adin që e kom bo postera, kështu që adin edhe më thash okej, po i qaj edhe fitova silver. Shumë interesant. Mënyra se qysh pi analizën sanët, po dhe të njëjtën kohë mirë është me një gjeneratat e reja që nashta ma shumë ka të bëj me punë, se so që ka të bëj me u duk edhe me u jep tim publik edhe me kallëzu që unë e fitova që çmim edhe këshyre kushemone, po të njëjtën kohë u përmenën edhe elementet cilat i ke bu për ushtrinë e Kosovës e që kanë me met në historit në të njëjtën. Qysh një është që je pjesë në farë mënyre e ke doje pjesë kulturës artistike në Prishtinë dhe në Kosovë, po të njëjtën kohë je pjesë edhe themelore e diçkaje që ndodh në një shteti, si këtë rast ushtria. Qysh një është je pjesë e historisë dhe për njerëz që se din qysh erdh puna deri aty. Po unë se kum bo ato vete, kum bo bashkë me Takin e me Peratën, i niti kretë ka qenë i përzim, po unë më kanë ma shumë
in charge edhe me fol me ministrin e mbrojtjes në atë kohë, Agim Qeku. Qëre, puna e simboleve është shumë interesante se në fillim kur më kanë ftu me bo, unë për veti nuk kom dash me bo diçka, jo që kam diçka kundër flamurit Kosovës, po flamuri Kosovës bashkë kur gjë tonën. Apo kupton, do të thonë është i farë flamurit diplomatik, e kuptoj krejt se u dash me bo diçka, e adin u dash me si diçka, po s'kom qenë kur pro që ati sanë se zakonisht simbole shtetërore duhet me pas diçka shtetërore. Ky flamur nuk ka bash asgjë, po kur më kanë thirrë për simbolet e ushtrisë, adin muhabetin e parë që e ku më qeni më thonë, a muj me bo diçka që na dojmë, diçka që neve na do këtë, diçka që na e ndim, adin se të e marrë shembull flamurin në Kosovë, se tash nëse më thirrë për qësisë se anë, adin nuk me boj hiç. Adin sa asë flamuri Kosovës, nëse e din, ka qenë edhe konkurs, apo kupton? Edhe kur i kom pa ato informatat që ka do të me bo, faktikisht u kanë flamuri i spjegum, veç i dasht një përcjell informatën edhe me muqu me dizajnu. E unë ashtu nuk dizajnoj, apo kupton, nëse nuk vjen për i shvirtit, ma mirë nuk e boj hiç. Kanë trajtu si AI-ja, përshë? Bash, edhe kur shkova në tani me Agim Qekun, thash pse çka është ideja jote, tash na thash mujna me bo gjithë shka, po Shqiponës nuk mujna me ik. Apo kupton, po sa shërësh kur vjen puna të ushtria, adin se njerëz kanë luftu me Shqipon krah edhe e dim ndjenjen e çdo shqiptari që e ka ndaj Shqiponës, kështu që thash nuk po them me bo Shqipnis, po duhet me qenë një formë Shqiponës. Agim Qeku ke shumë pro, tha, normal tha që Shqipon, aty tha, po shkojna me që ato, tha, kena me pas ta problem, tha me këfurin, edhe me natën, tha, po lema mua të nga gizë. Adin, tha, une flasë me ta. Aje kështë prezentu si ide, mas ne më thiri mu me prezentu para generalve aty në që ishin në atë kohë në Kosovë, edhe une prezentova krejt logën edhe tregova pse, edhe pse Shqiponja nuk është me dy krena, është veç me një, po është i vetmi simbol shtetëror që sot e kemi që ka Shqiponi. Do me thonë, asni kur gjë tjetër që është e shtetit Kosovës, diçka që është government, nuk ka Shqiponi logo përveç ushtrisë Kosovës, e përsa ato janë mas shumë të krenarës. Po foli për dizajn, po foli për simbolikën që e ka ajo shaj. Qa kështë dosh me bo tjetër, qa kështë dosh nashta me ndru tjetër, po flasi pak aden kështu në mënyrë shoqërore se ti ishe prej një syrin edhe për një kanti tjetër këtë dizajnet edhe këtë simbolet, elementet që ka dalin venin ton. Qa ta mërmeja që kish mujt nashta me kum ma cool? Flamuri, Flamurin e kësha bo 2 sene i kësha bo freskon, nga të tregoj, 2 sene edhe pela dizajnin krejt dhe për shpeti shpia. Është Flamuri Kosovës edhe Federata e Futbollit Kosovës. Këto 2 sene kisha pas shef mi dizajnu që duhet, edhe që thojnë me he kapelen edhe një anis më marrë me naj sport, a me shku dika... Ta ma ndresin me vjerë kështu si Michael Gjordani. Bash ashtu. Që ato dyja, adin i kisha pas shef edhe jo një bo vesës, që si egoisti, po e di që e kisha bo një grup njerëzve atje, edhe këshum punu diçka një me të bukur. Adin diçka që çdo njeri ndihet krenar, edhe nëse fitojmë naj lojë, edhe nëse humim naj lojë, adin e kështu pas një simbol që këtë më pështetin ta. Që për momentin të dyjat janë në gjendje shumë të keqe. E vërtet, është pak ma, është puna e emocioneve që pëthu ti që me ti përquq ato emocione për që ato edhe ndikon ashta Shqiponja që është në simbolin e FSK-s. Qa ka diçka të re që pritet prej teje? Se tha që jetu punu në diçka krejt të re, jetu marrë me diçka të re, qa pritet, what's coming? What's coming është gjithmonë, adin tash, janë nesë me folë për poster që intervist edhe po du me vazhdu që aty se posteri është një sen që mund ka shti më bo dizajner, apo vëtan. Do me thonë, diçka që më kanë zi, ti nuk të kujtohet, po për para në vitet në 90-ta, i blej shumë do farë revista, edhe unë ato revista, as nuk i lexojsha me thonë drejten, po veç këshojsha në mes revistës me nëzirë posterin, apo vëtan. Edhe adhin me ngjit i kanë mur, ta shte
ka një qëlloj ke një, ka një përveç po veç me pas një printim që ashtu të madh, adin unë për veti adin jom fascinu. Mas ne edhe i kum pas disa inspirime prej disa fshinëve që i kum pas e kanë qenë dizajnerave, edhe kam pas literaturë mrena aty kur shkësha si i vogël, i këshësha ato libra, shumica kanë qenë postera, grafika, adin edhe si i vogël është jalo emnin se kum di çka është dizajner grafik, po e kum di që qatë sem po du me bu, kur të rritna, adin. Edhe posterin e kam shtu për zemër, edhe adin pushoj kur dizajni postera, kom dizajnu me qindra, nashtë edhe 1000 kom dhe i tash mishti edhe të partit edhe postera që i kom bu për fëshata ndryshme, adin garante edhe më rrinë qatë numër. Kështu që po du me bu një poster shop, posta shëresht edhe emnin e ka postersbyhumans.com, se edhe jëm të e bo është gati i përfundum, edhe është një farë reflektimi prej AI-t, se me AI punoj shumë fresko, adin punoj që para ChatGPT-s në AI, e kom punën në Silicon Valley, punoj që është 6 vjetë për atë kompani, është AI company, edhe jom në rrjedha ko moti, edhe tash po du me ik pak për i botës AI, se për shumë që ka po vjen, për shumë që ka po me ndodh, edhe po du me bo diçka që me shliru vetën për i kejtë si presioni se adin për në me nuk e di atë po një atje shumë po adin është taken over gjithë shka unë për vetë jam bo ko gjani farë specialisti në to edhe adin nuk po thonë që nuk e du se punoj me të çdo ditë e përdori jo veç një aplikacion, nëse 20 aplikacione kom subscriptions që ta është në AI apps që i provoj, i testoj, i adin mas ne i unsubscribe i tyne nëse nuk më pëlqen, nëse më pëlqen i mbaj. Po këto po du me bo, Posters by Humans, veç mos me harru dizajnin, adin pse jo mbo dizajner në rreth parë. Apo kupton? Se ajo është shumë rrezik për njerëz nëse për shembull gjeneratat e reja, se është mirë me fol pak për ta, masi është urban e fit. Po se edhe doshta me të pyet për adin për krejt ata që dojnë me u bo dizajnera dhe e nin këtë punën e AI-t, se është pak e prekshme tu e di që jeni student, edhe po do me bu diçka me jetën tonë dhe ke vendosur me u bo dizajner dhe bam kërsa diçka që është AI edhe ta komplikon këtë jetën. Shumë mirë e se unë e përdori që atë fjallë në stop është e frikshme, unë vetë kom një fëmijë që ka 13 vjetë një vajzë, edhe është artistike, edhe po është adin nashti që më shep mund të punu me aj qatë shumë të nditën shri, ja ka nisja ka marri nati edhe nuk dën as me pa me sy, apo kupton, të më thonë ChatGPT në përdor, se e përdorin edhe në shkolli duhet me përdor, po këto programe tjera që janë ma vizuele për AI, ato nuk dën me pa me sy, se dën me vizatu me dorë. Ama, çka po du me thonë është hera e parë fresko që po thonë të ti, mas unë ja kom nisë me punu me Photoshop, me Adobe, pej që ka qenë Photoshop nishi. Adin masane, kjo punë është vitin 97, apo kupton? Edhe është hera parë që ta është i para një 3 mujve që una Adobe e kom unsubscribe, unfollow që të një atje. Wow. është hera parë që i kom hek, se kom menu që kur njët Adobe si platformë, shamull Illustratori, InDesign, After Effects, i din këto Photoshopi, dhe më thonë kanë qenë pjesë e jamja, apo e për të shmërisë, atë kërë kom hapë kompjuterin, mu ka hapë njani për shtyne aplikacionëve, atë që e kom pas aty by default, është hera parë, mas 30 vjetëve, që une e kom cancel Adobe komplet, që nuk më duhet ma. Nuk më duhet ma. Veç Illustratorin e kom majt, se kom qenë me ilustru edhe me bu postera. Photoshopin se kom as një. Generatat e reja ju kësha thonë, AI është mjet, dizajni është të ti. Apo kupton? Do me thonë ti nëse nuk din në dizajn është mirë me imësu sanët bazike, është mirë me imësu pse dizajni ekziston, sikur art form, edhe pse ti e bo dizajner, edhe pse ti e dën këtë profesion. Do me thonë në moment që i kisë të përgjigje. Mas ne ti mundesh me përdori AI-n sikur mjet,
Po jo AI me qenë tash ti seni parë që e bën se dush qëre, si AI, si Adobe, si gjithçka janë nisë me një faqe zbrast. Kur t'ja bëjsh aty new page, qeret një faqe zbrast. Do me thonë është ideja jote që duhet me ja nisë mu zhvillu aty. Edhe AI, kur t'ja nisë, është një box, edhe është një farë bashkë sen në shprast. Dush me anis ti me shkrujt idenë. Nëse nuk e kupton dizajnin për thomën, qysh duhet me i dhona ato komanda, se tash AI është një farsani që pret komandën tane. Adin? E ti dush me ditë çka pithu. Adin tash unë i vrej edhe në Facebook kur ti shoh, adin shihet që kush i ka bërë dizajnet që s'ka lidhje me dizajn, po adin ChatGPT si ka thonë, hey, mos të ndërbejon me një flamor, adin. So me ta kry punën, po. Se di, është interesant kjo puna e AI-t, se ka shumë njerëz që tash po bojnë dizajn edhe po lidhen një farë mënyre me AI-n, po tek e fundit unë mendoj që duhet më u shfrytëzu shumë ma shumë si tool, se so një sen bazë, dhe shumë mirë e the, është një diçka që nuk din kurrë, dhe ti duhesh me drejtu, nëse nuk din ti me drejtu, atëherë kanë me dalë senet tepër edhe të këqija, edhe pa fryme, edhe pa zemër, edhe pa kurrë. Po mendoj që me kalimin e kohës kur ja nisim edhe ka pak ma shumë me mësu për AI-n, kena me mujtë edhe më bo ma të mirë. Mirë që u përmenën ashta edhe trendet, cili në trend design të shkonerva mas shumë ti, qëto vitet e fundit. Shkonerva? Po. Se ferita, dhe në vazhë kom të se sa të përgjë. Ja, që për... Nerva. Ashtu që të shkonerva. AI, dizajnet me AI, do me thonë, gati jam janis me obo, krejt njëzë am follow që i shot të postu senet që një me janë neveritshme mi po, adin tash po përdoret për të keq, adin përsho që njëzë adin po kryojnë imazhe që po këshyren edhe me ndiku edhe njëtën politike, sociale të vendit tonë. Që që ajo për mua është katastrofë, do me thonë, nuk kom pa dikon që e përdore AI-n për diçka të mirë, me thonë drejtën. Adin, që adin fillim i kom pas ato, adin fillim kër i bëjshin njerëz ato shkronja bivo, ashtu trashe, që të vartë zhvepshe, do që ato i kom pas dizajnet që më sheshin mas shumë të nerva, tash më ndoket AI e ka mbri ato. Unë edhe njerë po të thëmë e përdori si njetë, e përdori si kur idea machine në tonë drejtën, adin do me thonë, dikun ku muj mu shprej që ka po du me kriju, e mas ne me pa perspektive e AI, po me më tregu ku mu fokusu ma shumë, ose adin e përdori si referencë në tonë drejtën. Kur halo as një design nuk e ja kom dërzu klientën, diçka që është të punu me 100% me AI. S'ka shansat e unë mendoj. Sa i përket, po vazhdo se mos të pengoj. Jo, go ahead. Jo, ndoshta me të pyet cili është prej AI-ave nashta më i mirë që kur ta nin dikush prej rinis, me thon okay, çtash e di nashta çfarë do na me përdor, se kom përdor diçka tjetër, se këtu të na shumë direkte puna e ChatGPT-s, edhe me punu me ChatGPT edhe me OpenAI, po jo me pas naj fartulli ma interesant nashta që duhet me edit. A ka naj preferencë që ti ja u kështë jep nxënësa ose studentëve të ri dizajnit? Po menoj tash varet për çka, unë që të kazova kom shumë subscriptions. Google AI Studio është shumë e mirë, se i ka disa programe në mrena, adin është e përdori shpesh, për shembull me kriju, nëse do me kriju platforma, website, asene përveç që cloud e kam kështu numër 1. Do me thonë ajo është për mu nishi, po përveç cloud, adin se ajo është pak u bo si standartash, s'po du me startu me to. Google AI Studio është e mirë, e ka një tool mrena, ka build, e ka një mësh me maru me to platforma, website, aplikacione, që ka dush, e përdori shpesh atë tool. Midjourney është një software aplikacion tjetër, cilën e përdori shumë shpesh, është pak ma kreativ, është ndër të parat kur ja ka nis Visual AI, edhe unë e kam prej fillimit, e kom përcjell në disa versione që është rrit, që që kisha mi thonë Midjourney, ChatGPT-ja e ka Nano Banana është e mirë, adin, po Nano Banana është e Google Studio, kështu që kur të merë Google Studio e ki edhe Nano Banana, edhe Buildin, edhe shumë aplikacione mrena.
Po Midjourney është më artistik. Atë nëse do diçka artistike, e përdor Midjourney. Unë ko një ndër parat e di e moj me në Discord, nuk e di a funksionon halo njëjtë me Discord që ashtu. Halo me Discord, është edhe pa Discord, po edhe me Discord. E di që në fillim u konë shumë interesant se i bëjke nashta mas miri krejti vizualizojke në krasim me këto platforma tjera, po? Halo është, në e përdori shpesh, apet po thonë, adin për ideja, për sene, për shembull për klienta e përdori shumë e ajnë se ka njerë, është shumë interesant Amerikë se klienti ka njerë e bën dizajnin vetë, se mu ma qën emailin edhe më tregon çka po dojnë, adin, unë që ja bëj copy-paste kënena edhe i nxjerrin disa ideja me njëherë, adin, se ata vetë shkruajnë idejnë, edhe tani i shoh me njëherë çka po gjeneron AI, që bile me ditë kohën, adin kamunis, do më thonë, mush kam një mane AI është, më ka pështu shumë kohë, fresko. Adin, për para kom bo research, halo bëj research, adin, këshyri sene, po tash me AI pi bëj ma shpejt, adin, se edhe muj faktikisht mi thonë, po më vynë që kjo stil, për shambull, ose qka do tjetër, adin, edhe kemi gjun mu disa ideja që tani më bojnë është me thonë, okej, adin që kjo drejtim po më pëlqen, mas ne ullna e bëj vetë. Qërë, unë punoj që 30 vjetë me këtë sen, kështu që unë teknikisht jam shumë i mirë, apo kupton, dhe me thonë nuk unë vynë mu i aj, ma bo dizajnin e shpejt, unë e bëj dizajnin e shpejt vetë, apo kupton se kam eksperiencen, ka njëherë njeri qka i mungon është inspirimi, ose drejtimi, ose diçka, kështu që e aj mi ka zgjidh ato. Me ti qelë sytë, me pa pak edhe me drejtu kur nuk din çka me bo, dhe sidomos kur ki edhe shumë punë edhe me shumë palë të ndryshme edhe me shumë creative space të ndryshme, ja vlen të paktën me ta jap edhe me ta tregu rrugën. Shkaku i kohës që nuk e kena edhe shumë gjatë për fund, po du me të pyet ty, cilat janë top 5 krijimet e tua që i ki mas shumë ti për qefi? Që është si mi pas 5 më fëmije me thonë zgëdhe 5. E di? Është pak ma problematike, a? Veç me mjanis me thonë cilat i ki favoritet du të me me deri nesër. Ai, shumë, s'po di. Kisha pasë me thonë dizajnet e para se që ato jënë që e kanë vez zjarëmin mrenda, po masi po donë më bo pak ma diplomatik. Atër kisha me thonë mas pari ushtria për shkak të rëndësisë, që e ka, kisha me thonë qendra kinematografike e Kosovës, asaj ja ku bo brendin, do me thonë ta çdo film që del për Kosovës, mas pari del logo jam, kështu që që jam bon krenar edhe kur e shoh në ekranet të mëdhaja, posaçërisht viteve të fundit ku Kosova adin është shumë mirë në film. Kisha me thonë është Enarat për rëndësin që e ka albumi cilën e ka ndru hip-hopin shqiptar edhe mendoj që Enarat ka me metë si kur adin kur të folum për muzikë edhe për menet Michael Jacksoni, se është një far template i hip-hopit që unë vetë kom bo hip-hop për para që të tregova, po nuk e përmeni vetën sikur edhe pse shumë para Enara, po foli nështë 10 vite para tyne, kom shku në studia, kom bo hip-hop edhe në Amerikë, edhe me Zezak, edhe me repera këtu, po për vetën pa në shkalloj, për qes Enarin të parin se një me ata djem janë super talentume dhe menoj që është që thojnë most underrated album edhe grup që kanë me marrë vesh njës mas 50 vjetëve, që Enarat një me kanë qenë diçka që duhet njës të eri që sot hip-hopi është katastrofë, për shemull, adin tash ka aty diçka të mirë, po kur të krahasojsh që ka ndodhë para 25 vjetëve, adin ti sot pret diçka shumë më të madhe, e nuk është as të gjysma Enarat, çdo album që e ndëgjoj, adin, e jo që ndëgjoj shumë, po disa që i shoh. Ku men që të fun kujtohet, edhe dy. Po, shqyqok, në Amerikë më bo shumë. Unë punoj për një kompani AI prapë që është, që ka vlerën e $5 billion. Do me thonë, jam drejtori artistik e kompanisë, aty qka do që punoj, aty në është diçka madhore, mërver se shihet gjithka. Që s'po du mi bo 5 Kosovës,
e mos me hi në Amerikë, shkom bo postera për Bonën, kom bo për Jeff Bezos, kom bo për Michelle Obama, kom bo për Bushin, George Bushin, se në dhe kom taku. A din s'po hik nej se ka shumë, mesëm ka gjatë. Po për shembull për klasika që është tash qenda kinematografike, Urbane Femi është një prej tyne, jo që diçka po unë qëre, janë disa sene që i thojnë trailblazers këto, atë diçka që e kanë fillu një farë rrymë të re. Për mu, e di që s'kena ko, por nëse ti mund është mi prej këto, veç më du me ta s'kena diçka. Për shembull, pse disa artista të kohës janë, pse për shembull një pikturë e Picassos që u bo 1968 kushton $30 milion, e një pikturë apet e 68-ës, apet në Barcelonë, kushton për shembull $300. A dhe pse ky e ka 60 milion? Do me thonë, pse Andy Warhol kushton shumë shtrejt, po artistat me njerë 2 muaj mas Andy Warhol kushtojnë me $100. Do me thonë, kjo të ty, se kom punu dhe për një galeri të artë dhe e kom kuptu mirë njërë këtu, pse disa artworks kushtojnë mas shtrejt se tjirat. Do me thonë si ja kanë fillu rrymave. Do me thonë që ajo e dallon një artist, për shembull, ose Picasso, ose Andy Warhol, para se me dalë ata nuk kena pa nësa si stilit të artit. Ata e kanë kriju stilin, përsa ata dhe njihen sikur, me thonë, babat e qati stili. Kështu që ata kushtojnë shumë, se e kanë fillu një varryme të re. Nashti, se pe përmeni Urbanin, se pe përmeni Enarat, nashti artistikisht nashti nuk janë the best që i kumbo në ere, po momentin që i kumbo që ato sene e ndryshon krejt trajektorën, apo kupton? Kështu që për mu që ato janë proper pisën e përmeni, që jo që është në diçka artistike, ama e shetë që s'ka tash, dhe nuk vo një var pjesë e Prishtinës, kështu që kom shumë. E di që masoj intervjistës kur janë njësi më nutëm ku, pse se thash to, po për një me për gjithë të vjetë që kom punu, o shumë problem me veçu diçka. Gagic, faleminderit shumë, kënaqësi që mujtë me fol bashkë në përshpresoj që edhe kur je në Kosovë, po edhe herën tjetër kena mujtë më ul edhe me fol shumë as gjatë dhe me hi shumë detajeve për krejt punën tonë që ke bërë, sepse është ndikim i madh edhe në jetën tona që i bojnë në Kosovë, po edhe të njëjtën kohë që shohim çdo ditë në përfaqet e internetit, në TV-a, në media, në gjithçka lidhet diçka që e ke kriju ti, kështu që kënaqësime të pas edhe po shpresoj që shumë shpejt kena po. Faleminderit shumë, të tregoj njerëz kemi qenë syza se është shumë herën. Po, shumë herët në Amerikë nuk atë. Për mu s'o problem se unë jam gjithë me syza. Për mu e din, a për ty? Fresko, faleminderit shumë, është intervista e vetme që as s'dosh më përgatit, apo më se për të folur me juve, jo si me folur me një shok të pi kafe, për mua keni me lezet. Një përshëndetje për krejt që jënë të ngu Urbanin? Ball për ball me lezetin, Urbane Femi ja ka nisë dhe ka me metë se një ndër rrugës ma urbane edhe ma evropiane, botërore, që ka du shtuj. Urbani është institucion që ja nisë dhe intervjistën të fillim, edhe unë jam shumë krenar që këmë qenë pjesë e Urbanit, edhe jam shumë krenar që edhe sot hala e për cili edhe shto që ka po bëni jo. Shumë faleminderit. Të natë mirat. Kënaqësi.